imobiliar në Vlorë, po një rritje të ndjeshme çmimesh që sipas ekspertëve lidhet ngushtë me zhvillimet infrastrukturore dhe fluksin turistik në rritje. Konsulentët parashikojnë se investitorët e huaj do të dominojnë blerjet në vitet në vijim. Qershori ka nisur me një fluks të shtuar turistësh të huaj dhe vendas të cilët ka nisur të popullojnë plazhet nga veriu në jug. Ata vlerësojnë më së tepërmi qetësinë dhe pastërtinë që të ofron Bregdeti gjatë kësaj kohe. Një 57 vjeçar u gjet në ngjesin e sotëm i vrarë me armë zjarri brenda makinës së tij në fshatin Tale të Lezhës. Ai dyshohet se është ekzekutuar me një armë me silenciator, ndërsa pista kryesore ku po jeton policia është ajo e akmarrjes. Hetuesit vërejnë se Shqipëria nuk është vetëm vend pritës si kanabisit që vjen në post, por edhe vend tranziti. Uniformat blu shprehen se kjo lloj droge që vjen nga jashtë është më e kushtueshme dhe blerësit janë kryesisht moshat e reja. Më shumë se gjysma e urgjencave që paraqiten në spitale përfundojnë në shtrime. Gjatë vitit të shkuar u hospitalizuan më shumë se 324.000 pacientë, ku qendra spitalore Nën Tereza dhe Spitali Rajonal i Fierit mbajtën peshën kryesore. Një sulm me tanke i ushtrisë izraelite në një qendër të shpërndarjes së ndihmave në Rafah i mori jetën 31 palestinezëve dhe plagosi rreth 150 të tjerë. Sulmi ndodhi pasi Hamasi nuk ra dakord me planin e pushimit propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Paris Saint-Germain i shkaktoi Interit një humbje turpëruese 5-0 dhe fitoi për herë të parë Champions League-ën. Triumfi historik u festua në rrugët e Parisit, ku nuk munguan as përplasjet tifozëve në policinë, sipas se 2 persona humbën jetën, ndërsa mbi 200 u plagosën. Me mbrëma të gjithëve, ju përshëndes, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje të gjitha zhvillimeve më kryesore të ditës. Do të flasim në fillim për tregun imobiliar në Bregdetin e Vlorës, që po njeh një rritje të ndjeshme çmimesh që sipas ekspertëve lidhet ngushtë me zhvillimet infrastrukturore dhe fluksin turistik në rritje. Janë konsulentët, ata cilët parashikojnë se investitorët e huaj do dominojnë blerjet në vitet në vijim. Në një artikull të fundit, revista prestigjioze amerikane Forbes e renditi Vlorën në krye të 5 destinacioneve më tërheqëse në Europë për blerjen e pasurive të paluajtshme. Ekspertët thonë se ka disa arsye që e kanë vënë qytetin bregdetar në qendër të vëmendjes. Pa diskutim, Vlora në 5 vitet e fundit ka patur një zhvillim goxha të madh, për shkak sepse është një qytet i jetueshëm 365 ditë të vitit. Projektet e mëdha zhvilluese dhe transformuese që Vlora ka do ta bëjnë Vlorën një qendër të turizmit shqiptar, përmbase dhe rajonal. Sipas të dhënave të fundit, çmimet e apartamenteve në Vlorë variojnë nga 1.500 deri në 3.500 euro për metër katror, me një rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Ekspertët e tregut shpjegojnë se kjo rritje është e lidhur ngushtë me zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e turizmit në zonë. Ka klimën, ka portin, së shpejti do të jetë edhe aeroporti i Vlorës funksional, po ndërtohen rezorte dhe hotele e standardeve dhe kualitetit shumë të lartë. Ekspertët parashikojnë se çmimet e pasurive të paluajtshme në Vlorë do të vazhdojnë të rriten për shkak të kërkesës së lartë. Vlora është diçka më lirë se sa Palasa, se Dërmiu, se Ksamili, se Saranda. Çmimet minimale në Vlorë fillojnë nga 1.500 euro metri katror dhe mund të variojnë deri në 2.500. Bregdeti i Jugut po shfaqet si një mundësi e vlefshme për investime në pasuri të paluajtshme, duke ofruar një kombinim të zhvillimit të infrastrukturës, bukurisë natyrore dhe mundësive për kthim të mirë financiar. E renditur si një ndër 10 destinacionet më të lakmuara të 2024-s, Vlora e ka nisur me këmbë të mbar mikpritjen e turistëve edhe për këtë sezon turistik. Qyteti bregdetar është vizituar në këtë ditë të parë të qershorit nga një fluks pushuesish të huaj, por njëkohësisht edhe vendas. Vlora është bërë një destinacion tërheqës për ata që kërkojnë relaks dhe aventurë. Ky sezon veror ka nisur me këmbë të mbar për qytetin bregdetar, duke ofruar një eksperiencë të paharrueshme për vizitorët nga mbar bota.
I love it. E dashuroj Vlorën, është shumë e bukur. Amazing. Është fantastike, plazhet, pamja e mrekullueshme, njerëzit, ushqimi, do të kthehem këtu sërish sepse më pëlqen shumë. We just got here yesterday. Kemi ardhur dje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është vërtet shumë bukur. Do të jemi këtu 3 javë. Të gjithë janë shumë të sjellshëm dhe ushqimi është shumë i shijshëm. Ne kemi një mik në Durrës. Kemi qenë atje në Tiranë, por donim të shihnim edhe Vlorën. E renditur si një prej 10 destinacioneve më të lakmuara turistike në platformën globale të rezervimeve Booking për vitin 2024, qyteti bregdetar është vizituar edhe nga emigrantët shqiptarë. Si vjetë është bërë më e bukur, më pëlqen shumë. Plazhi më i bukur, turizëm më shumë, vendet më të bukura. Krahas plazheve të mrekullueshme, Vlora tani më ofron përmes një platforme dhe promovimin e vlerave kulturore e historike, ku vitin e kaluar nga janari deri në dhjetor, zonat e mbrojtura dhe institucionet e kulturës u vizituan nga 817.769 turistë huaj. Pe shumë pak kilometra larg nga Vlora ndodhet manastiri i Zvërnecit, një objekt i cili ka tërhequr mjaft vëmendjen e turistëve huaj. Manastiri i Zvërnecit në Vlorë mbetet një nga destinacionet më të preferuara nga vizitor vendas e turistë huaj. Manastiri i Zvërnecit vijon të jetë një nga destinacionet më të kërkuara në Shqipëri. Numri i lartë i turistëve tregon qartë promovimin shumë të mirë të kulturës, traditës dhe historisë vendase. Vizitorët e huaj vlerësojnë këtë destinacion dhe veçanërisht bukuritë e qytetit bregdetar. Herë e parë këtu që vim nga Kanadaja, është fantastike, jemi në fakt më të interesuar për historinë, njerëz të mrekullueshëm. Vim nga Anglia, jo më është hera e parë. Moti është më i mirë dhe më i ngrohtë, na pëlqen këtu. Kemi mësuar edhe disa fjalë, si faleminderit e tjerë e tjerë. Jemi me pushime, do të qëndrojmë 2 javë dhe gjetëm Vlorën online. Është hera e parë, impresioni i parë, vend i bukur me njerëz miqësor. Manastiri i Zvërnecit ndodhet pak kilometra larg Vlorës dhe është një prej objekteve më të rëndësishëm të kultit në këtë qytet. Vizitorët tërhiqen nga arkitektura e veçantë dhe peizazhi qetësues përreth tij. Dhe pas Vlorës apo edhe Zvërnecit, që sapo e ndoqëm, shumë interes kanë pushuesit edhe për Durrësin, qytetin bregdetar, ku nuk kanë munguar pushuesit. Qershori ka nisur i mbar për Durrësin, i cili po frekuentohet masivisht nga turistët e huaj dhe pushuesit vendas. Vizitorë të shumt janë drejtuar në plazhe për të kaluar një fundjavë ndryshe, duke shijuar diellin dhe detin. Të huaj shprehen të kënaqur me atë që ofron Bregdeti, megjithatë evidentojnë edhe disa mungesa që ndikojnë në cilësinë e përvojës së tyre. Vi nga Italia dhe do të qëndroj 4 ditë së bashku me bashkëshorten. Këtu gjithçka është e bukur, njerëzit, plazhi, atmosfera, por ajo që mungon janë vendet ku mund të hidhen mbeturinat, si në plazh ashtu edhe në rrugë. Nëse ky shërbim do të ofrojë, gjithçka do të ishte edhe më e pastër. Edhe vendasit si dhe pushuesit nga Kosova vlerësojnë qetësinë që ofron ky fillim sezoni, si dhe përmirësimet e dukshme në infrastrukturën bregdetare. Ka ndryshim, sidomos e pjesa e re që është bërë me zgjerim lërërës edhe dushe këto. Tash po vjen, po shumë bukur. Mirë po duket si fillim vetë mirë po duket në herë. Sipas të dhënave këtë vit, pritet që plazhi i Durrësit të vizitohet nga një numër më i lartë turistësh krahasuar me sezonin e kaluar, duke e konfirmuar pozicionin e tij si një nga destinacionet kryesore bregdetare në vend. Daily Mail është një tjetër media e huaj që u ka rekomanduar gjithë lexuesve që të vizitojnë Ksamilin, duke konsideruar një perlë të mesdheut. Maldivet e Europës në vendin më të përballueshëm në Shqipëri, kështu e cilëson Ksamilin e përditshmja britanike Daily Mail. Sipas artikullit të Daily Mail, ekspertët e udhëtimeve rekomandojnë Ksamilin si një fshat bregdetar më gjepsës në Shqipëri, një alternativë buxhetore kundrejt Maldiveve, të cilat janë shumë të kushtueshme dhe jo të përballueshme për shumë qytetar. Në shkrimin e saj, prestigjozja britanike ka ndarë me lexuesit edhe vlerësimet e turistëve të tjerë, të cilët thonë se Ksamili është një version shumë më i lirë se Maldivet, edhe pse kanë të njëjtën bukuri ujërat e kristaltë dhe plazhet me rërë të bardhë të Ksamilit e përshkruajnë atë si vendin më marramendës. Turistët gjithashtu mund të eksplorojnë një pikë referimi historik të jashtëzakonshëm ndërsa ndodhen në Ksamil. Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, i cili është vetëm 17 kilometra nga fshati bregdetar.
Me shumë interes po shihet gjithnjë edhe më shumë rafting në Shkumbin, këtë herë duket se është një destinacion mjaft i kërkuar. Lumi i Shkumbinit është kthyer në destinacion turistik vitet e fundit. Ai po preferohet gjithnjë më shumë nga të apasionuarit pas sportit të rafting në Shqipëri. Një grup turistësh nga Spanja tregojnë emocionet e rafting në Shkumbin. Jemi të kënaqur që ndodhemi këtu duke shijuar mikpritjen e popullit shqiptar, po shijojmë natyrën, atmosferën e këndshme dhe ushqimin. Na pëlqejnë gjurmët historike që ndodhen këtu. Qen ka një vend me histori, po shijojmë edhe natyrën. Edhe njerëzit janë shumë simpatik. Ushqimi është shumë i shijshëm, shumë mezetar. Është mbreslënse, është argëtuese dhe shumë e bukur të bësh rafting. Fal pasurive natyrore, Elbasani pa afirmohet si një destinacion i rëndësishëm për turizmin e aventurës. Elbasani ka potencial shumë të madh për turizmin e aventurës dhe ku hyn edhe rafting. Kemi hiking, kemi ecje në po ta themi me bicikleta apo edhe parashutizmi. Shifrat në rritje të vizitorëve të huaj tregojnë se edhe Elbasani dhe rrethinat e tij kanë kthyer syt nga sektori i turizmit dhe promovimi i resurseve të shumta. Një turist nga Anglia është mbytur në afërsitë të shkëmbit Kavajës, ndërsa një tjetër është në gjendje kritike për jetën pasi duke kryer manovra me një mjet lundrues jet ski kanë rënë në det. Ata u nxorën në breg nga policia kufitare, e cila konstatoi se njëri prej tyre kishte humbur jetën, ndërsa turistja tjetër u dërgua në spital në gjendje të rëndë. Dyshimet janë se shkaki i humbjes së jetës në njëri prej turistëve anglezë është bërë qëndrimi i tepërt në det. Për sqarimin e plot ngjarjes, policia ka nisur dhe hetimet e plota. Një 57 vjeçar është gjetur mëngjesin e sotëm i vrarë me armë zjarri brenda makinës së tij në fshatin Tale të Lezhës. Ai dyshohet se është ekzekutuar me një armë me silenciator dhe pista kryesore ku po jeton policia është ajo e hakmarrjes. Ky është 57 vjeçari Pjetër Kaza që në orët e para të mëngjesit të së dielës u gjeti vrarë në oborrin e banesës së tij në fshatin Tale të Lezhës. Viktima u gjet pa shenja jete nga bashkëshortja, ndërsa dyshohet se është qelluar me armë zjarri me silenciator, pasi nuk është dëgjuar asnjë zhurmë gjatë natës. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe sipas të dhënave ishte kthyer në banesë rreth orës 1 pas mesnate. Dyshohet se shkaki i kësaj ngjarje është gjakmarrja, ku saga e saj nisi në vitin 1994 mes dy fisëve. Zanafilla e konfliktit ku familja e viktimës ishte përfshirë daton prej vitit 1994 me vrasjen e Ndue Kazës, ish shef i krimeve në qytetin e Rëshenit. Ndue Kaza u vra më 7 janar të vitit 1994 në mes të qytetit të Rëshenit. Autorët e dyshuar të kësaj ngjarje ishin vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini, të cilët u arrestuan pas krimit. 3 vite më pas, në vitin 1997, Martin Kaza, vëllai i viktimës, ekzekutoi për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit, për çka u dënua me 22 vite burg. Konflikti nuk u mbyll me kaq. Më 28 prill 2024 në Belgjik u vra një tjetër antar i familjes Kaza, Agustin Kaza, vëllai i Pjetrit. Ai u qellua për vdekje në një lokal shqiptarësh në Bruksel, ku autorët e goditën disa herë në kokë dhe kraharor. Pjetër Kaza është viktima e tretë në familjen Kaza në kuadër të këtij konflikti, i cili duket se vijon prej më shumë se 3 dekadash. Hetimet e prokurorisë janë përqendruar në pistën e gjakmarrjes, megjithatë nuk përjashtohet as ndonjë pistë tjetër që lidhet me ndonjë konflikt të kohëve të fundit të viktimës. Ndërkohë, hetuesit e policisë shtetit vërejnë se Shqipëria nuk është vetëm një vend pritës si kanabisit, por edhe një vend që përdoret si tranzit për kanabisin e mbërritur me postë. Shqipëria jo vetëm vend pritës si kanabisit laboratorik që trafikohet përmes postës, por edhe tranzit për ta futur në Europë. Kjo rrugë e trafikut të drogës është evidentuar së fundmi nga policia e shtetit, gjatë hetimit të 10 rasteve të sekuestrimit të kanabisit me postë apo me valixhe dore që kanë bërritur në vendin tonë. Kohë e fundit janë shtuar rastet kur kjo lëndë narkotike ka pasur si destinacion edhe vende të tjera. Pra janë nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë përdorur si tranzit vendin tonë, pa ardhfarë në Shqipëri, vetëm si tranzit dhe destinacioni ka qenë Mbretëria e Bashkuar. Po përse kjo lloj droge e njohur ndryshe si Yellow Sushi kërkohet kaq shumë nga tregu shqiptar? Mosha e cila e konsumon është kryesisht mosha e re, mosha e adoleshencës, deri në moshën 30 vjeçare themi.
Çmimet e kësaj lloji lëndë narkotike varion nga 2.000 euro deri në 20.000 euro për kilogram. Në vendin ton bëhet shumë e vështirë që të arrihet ky lloj kultivimi dhe dënimi është më i ashpër se në këto vende për të cilave vjen. Ndër të tjera, Zemani tregon se blerja e këtij lloji kanabisi bëhet përmes rrjeteve sociale, ndërsa pagesa përmes institucioneve që transferojnë para. Në rastet e trafikimit nëpërmjet postës, personat e kanë bërë në online porosim, kanë bërë pagesën nëpërmjet zyrave të transferimit të parave. Vetëm në 15 muajt e fundit, policia e Tiranës ka goditur 24 raste të trafikut të kanabisit me postë apo përmes fluturimeve ajrore, ku vlera e drogës së sekuestruar arrin në disa milion euro. 2 aksidente me pasojë vdekjen e 2 shtetasve kanë ndodhur ditën e sotme në Vlorë dhe në Bilisht. 2 të rinj po thonin me një motor në dalje të qytetit të Vlorës. Kanë humbur kontrollin dhe janë përplasur me një shtyllë elektrike, si pasojë ka humbur jetën në vend Luan Lane, 19 vjeç, do plagosur rënd një 16 vjeçar. Aksidenti tjetër ka ndodhur para ditën e kësaj diele në hyrje të qytetit Bilishtit. Një makinë që drejtohej nga një 25 vjeçar është përplasur me një motor, përpasoj drejtuesi motorit, Besim Stena, 67 vjeç, ka humbur jetën për shkak të plagëve të marra. Në qëllim sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti, policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit. Më shumë se gjysma e të gjitha urgjencave që paraqiten në spitale përfundojnë në shtrime, ndërkohë që gjatë vitit të shkuar janë hospitalizuar më shumë se 324.000 pacient, ku qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe Spitali Rajonal i Fierit mbajnë peshën kryesore të trajtimit tyre. Më shumë se gjysma e pacientëve që janë paraqitur në urgjencë janë shtruar në spitale. Sipas raportit vjetor të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor, 55.1% e pacientëve që janë paraqitur në urgjencat spitalore janë hospitalizuar. Mesatarja e shtrimeve përfshin totalin e rasteve të hospitalizuara në të gjithë vendin. Më e madhe kjo shifër paraqitet në spitalet e rretheve, ku 79% e totalit të shtrimeve kanë ardhur nga urgjenca. Megjithatë, në shifra absolut, qendra spitalore universitare Nën Tereza ka pritur edhe numrin më të madh të pacientëve dhe hospitalizimin e tyre, ndërsa në vend të dytë për numrin e lartë të shtrimeve në spital, renditet Spitali Rajonal i Fierit, i ndjekur nga i Rajonal Vlorë dhe nga Spitali Rajonal Durrës. Konkretisht, vetëm vitin e shkuar në QSUT janë shtruar mbi 131.000 pacientë. Kjo edhe për shkak të mungesës së mjekëve specialistë në rrethe, ndërsa në Spitalin Rajonal të Fierit, mbi 15.000 persona kanë pasur nevojë për shtrim spitalor për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Numrin më të ulët të shtrimmeve në spitale ka patur ai i Lezhës dhe Kukësit. Krahasuar me vitin 2023, gjatë vitit 2024, numri i shtrimeve për spitalet universitare dhe ato rajonale ka rritje me afro 16.000 pacient më shumë. Në total për vitin 2024, numri i shtrimeve për të gjithë spitalet e vendit është 324.000 pacient. Një sulm me tanke i ushtrisë izraelite në një qendër të shpërndarjes së ndihmave në Rafah ka marrë jetën 31 palestinezëve dhe ka plagosur rreth 150 të tjerë. Sulmi ka ndodhur pasi Hamasi nuk ra dakord për planin e armpushimit të propozuar nga përfaqësuesi amerikan Steven Witkoff. 31 palestinezë humbën jetën dhe rreth 150 të tjerë u plagosën pasi tanket izraelite goditën një qendër të shpërndarjes së ndihmave në Rafah. Sulmi ndodhi kur në këtë qendër ishin mbledhur qindra persona që përpiqeshin të merrnin ushqime jetike të përditshme. Kjo ngjarje vjen menjëherë pasi Hamas nuk pranoi planin e armpushimit 60 ditor me Izraelin, të propozuar nga i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Steven Witkoff. Sipas organizatës që qeveris rripin e Gazës, armpushimi mund të pranohet nëse jepet garanci se do të ecet drejt uljes së përhershme të armëve. Pas këtij refuzimi reagoi përmes rrjetit X vet Witkoff, i cili e konsideroi deklaratën e Hamasit si të papranueshme dhe që sjell vetëm hapa pas, ndërsa qeveria izraelite tha se do të vazhdojë me fazën e sulmeve me intensitet të lartë. Plani i Witkoff ishte lirimi i 10 pengjeve izraelit të gjallë dhe dorëzimi tek familjet e tyre i 18 të vdekurve në këmbim të një armpushimi 60 ditor. Deri në 40 avion bombardues strategjik rus janë goditur në sulmet me dron Ukrainas
Në 5 bazat aerore në Rusi, operacioni në shkallë të gjerë Rjeta e Merimangus u krye nga shërbimi inteligjencës ushtarake ukrainase, duke u cilësuar si një nga sulmet më të guximshme që nga nisja e luftimeve. Vetë Ministria e Mbrojtjes ruse ka pranuar dëme duke deklaruar se Ukraina kreu sulme terroriste. Moska gjithashtu ka akuzuar Kievin se për shpërthimet që shkaktuan shembjen e dyurave hekurudhore në Rusi ku vranë 7 persona dhe plagosën 69 të tjerë është pikërisht ajo përgjegjëse. Për Rusin këto sulme synojnë prishjen e bisedimeve të paqes kërkuara nga Shtetet e Bashkuara dhe planifikuara për nesër të mbahen në Stamboll. Papa Leoni 14 thotë se një vetëm një lloj martese, atë mes burrit dhe gruas. Deklaratën e bëri në meshën e së dielës që u dedikua jubileut të familjes, ku shpreh edhe kundër abortit. Për Papa Leonin e 14 termi familja duhet të mbart kuptimin tradicional ashtu siç është njohur deri më sot. Qëndrimi e bëri të ditur gjatë meshës së të dielës në sheshin Shën Pjetër në Vatikan, që këtë herë ishte e posaçme pasi i kushtoi familjes në këtë vit jubilar për Kishën Katolike. Martesa nuk është ideal, por kanuni i dashurisë së vërtet mes burrit dhe gruas, dashuri e plot, besnike dhe frytshme, ndërsa ju shndërron në një mish të vetëm, kjo dashuri ju jep aftësinë të krijoni jetë sipas shëmbulltyrës së Zotit. Shprehu kundërshti edhe për abortin. Ndonjëherë njerëzimi tradhtohet për shembull kur jepet liria për të mos krijuar jetë, por për ta marrë atë, për të mos ndihmuar, por për të ofenduar. Pararendësiti i Papa Francesku refuzoi po ashtu të njohë martesën e çifteve me partnerë të së njëjtës gjini, por autorizoi priftërinë të bekonin këto çifte me një dokument të posaçëm. Në fillim të papatit të tij, Papa Francesku ju përgjigj një pyetjeje për pranimin e homoseksualitetit me frazën: "Kush jam unë për të gjykuar?" Por me njëherë pasi Paris Saint-Germain u shpall kampioni Champions League-ës filloi festa dhe festa i lë vendin në kaosit. Në Paris ka patur 2 persona të cilët kanë ndruar jetë dhe mbi 200 të tjerë kanë qenë plagosur. Ja si ka qenë situata në rrugët e Parisit. Triumfi Paris Saint-Germain u shoqërua me fishek zjarr dhe festë në Parc des Princes. Mira tifozë ndoqën finalen të organizuar në stadiumin e ekipit. Pas mbylljes së ndeshjes, entuziazmi ishte maksimal. Kolla e Eiffel u ndriçua me ngjyrat e PSG-s, teksa festa u shoqërua me fishek zjarr. Festa sapo ka filluar në Paris është ora 12:01 çerek. Pjesa më e madhe e tifozëve të Paris Saint-Germainit janë të ekzaltuar nga titulli i parë i Champions League-s që ekipi francez ka arritur të ngrejë. Mbas humbjes vitit 2020, Paris Saint-Germaini ka arritur të fitojë me një fitore spektakolare me 5 gola diferencë, pra 5-0 në stadiumin e Muniut. Por atmosfera më e jashtëzakonshme është në Paris. Në Champs-Élysées nuk lejohen makinat, janë vetëm tifozët që e kanë ndjekur këtu ndeshjen pothuajse gjatë gjithë kohës. 1.9 kilometra të Champs-Élysées dhe 150 metra gjerësi janë krejtësisht të mbushura me tifozë të Saint-Germainit. Ndërkohë që i gjithë perimetri i sigurisë është i gjithë sistemi rreth e rrotull është me makina që vinë përmes po i quajt borive dhe flamujve. Është atmosfera më e bukur që mund t'jesh. Atmosfera e një ekipi që vjen kampion për herë të parë. Festa përshkallëzoi shpejt në kaos. Në rrugët e Parisit u regjistruan guerilje ndërmjet tifozëve dhe policisë. Shpërthime, makina në flak, por edhe bastisje të dyqaneve. Policia ndërhyri me gaz lotësjellës dhe arrestoi thuajse 500 persona. Bilanci u bë edhe më i rënd pas 2 viktimave. Një femër që po udhëtonte me motor humbi jetën pasi u shtyp nga një makinë. Në juglindje të Francës, një djalosh 17 vjeçar pësoi plag fatale me thik. Bilanc lufte edhe në Grenoble, ku një makinë shtypi turmën e tifozëve që festonin, duke shkaktuar disa të lënduar. Kur ka mbetur vetëm një javë nga ndeshja kualifikuese Shqipëri-Serbi, të gjithë janë në garë për një bilet në stadium. Federata e futbollit konfirmoi se deri në mbylljen e afatit të aplikimeve, që ishte ora 20 e datës 30 maj, ishin regjistruar mbi 200.000 kërkesa.
Tashmë për shitjen e biletave ka nisur procesi i përzgjedhjes me short elektronik që ka afat nga data 31 maj deri më 2 qershor. Shorti bën përzgjedhje të aplikuesve në mënyrë krejt rastësore. Procesi parashikon disa filtra sigurie dhe verifikimi për të evituar aplikime të dyfishta ose të dyshimta, llogari të krijuara enkas për spekulim ose abuzim, për të siguruar që çdo individ të ketë vetëm një mundësi të drejtë. Gjithashtu çdo bilet do të jetë personalizuar me emër dhe mbiemër. Në hyrje të stadiumit, policia e shtetit do të verifikoj kartat e identitetit për të garantuar përputhshmërinë me të dhënat e biletës. Sipas federatës, sistemi ndihmon në garantimin e sigurisë dhe në shmangjen e abuzimeve. Modeli i përdorur për ndeshjen e 7 qershorit në arenën kombëtare është i ngjashëm me ato që praktikohen nga UEFA në finalet e Champions, Europa dhe Conference League apo edhe në kampionatin evropian. Kreti Gjerman i markatave të veglave të punës, Baumarket, ka festuar 6 vjetorin e ardhjes në Shqipëri. Me këtë rast për 1 muaj, klientët do të përfitojnë nga oferta speciale si një mënyrë për të shpërblyer për besnikërinë e tyre. Baumarket, rrjeti gjerman i markave të veglave të punës dhe kopshtarisë, feston 6 vite në tregun shqiptar me mbi 75 markata në mbar vendin. Në motën markat më të mira, shërbimin më i mirë, Baumarket është kthyer në një destinacion të besuar për të gjithë ata që kërkojnë cilësi, produkte inovatore dhe shërbim të dedikuar. Baumarket fton të gjithë klientët të bëjnë pjesë e festës së tyre me ulje dhe dhurata. Gjatë gjithë muajit festiv, klientët do të përfitojnë nga oferta speciale, si një mënyrë për të shpërblyer besnikërinë e tyre. Të gjitha produktet në rrjetin Baumarket do të jenë me ulje çmimesh. Në markatat moderne, klientët gjejnë gjithçka u nevojitet për shtëpinë dhe punën, nga veglat profesionale tek pajisjet për kopshtari, hidraulike, elektrike, artikuj për ambientet e jashtme dhe më shumë. Në të 6 vjetor, Baumarket vjen në çdo shtëpi tashmë përmes një aplikacioni online, nga ku mund të porosisni gjithçka që ju duhet. Risia më e fundit, sidomos për këtë 6 vjetor, është lançimi i aplikacionit online Baumarket, që u jep klientëve mundësinë të porosisin produktet që duan me vetëm një klik, kudo që ndodhen. Baumarket 6 vite rritje dhe sukses në tregun shqiptar me një qëllim të pandryshuar, të ofrojë gjithmonë markat më të mira dhe shërbimin më të mirë. Ishte gjithçka, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan.